Jemi këtu në Bylysin antik, një vend tërësisht i lirë, për cilin edhe ka pasur debate të mëdha midis profesor Cekës edhe studiusit italian Zgarbit, por që në fund fitoi profesor Ceka, s'kishte si ndodhte ndryshe. Profesor, jemi këtu në Bylysin. Kjo është fëmia juaj, apo jo? Ju e keni zbuluar këtë. Fillimet ishin 1978, ku nuk dukesh asgjë, nuk dukesh, duhet imagjinoni një vend që ishte një kullocë, edhe biletin të edhe në traktori kooperativës i ka bërë shumë dëme. Kur kemi ardhur me ekipin e parë, me kolegun tim Skënder Muçaj, Lazar Papajani që ishte restauratori, kjo ishte treshja që kemi punuar, dhe sot kemi qytet antik, cili përket plotësisht kulturës, trashëgimisë kulturore të vendit tonë, është qytet tipik i lirë, qyteti më i madh i Lirisë antike, dhe një park arkeologjik i cili synon të modernizohet tani dhe me investimet e Unionit Evropian. Më bëri përshtypje për rrugën që thatë pritet kaq kohë, mos e bënte Bashkimi Evropian, mos fundi e bëri qeveria shqiptare. Së fund, të paktën e bëm një gjë. Shqipërinë ta bën shqiptarët, unë kam qenë gjithmonë i kësaj bindje, natyrisht Europa është ambicia jonë, edhe në këtë rast do të them që qeveria shqiptare pavarësisht nga të metat e mëdha, këtu është përpara Europës, jemi disa vjet përpara Europës, sepse rruga e shkëlqyer ka mbaruar, është një rrugë që ofron një turizëm cilësor, ndërkohë që Europa, si shikoni, s'ka filluar akoma. Presim që të fillojë këtë vit, pas 5 vjet është firmosur marrëveshja, edhe shpresoj që të realizohet. Profesor, po shmangem pak nga e zakonshja, sa vite karrierë keni në arkeologji? Po ta marrësh si ambicje, jo që 6 vjeç kur e ka filluar me babain. Po që tamam, mendimi se do bësh arkeolog është kur kam qenë 6 vjeç, 7 vjeç, kur erdha për të parë në herë në Apolloni. Këtu kam ardhur për herë të parë kur isha student. Kemi qenë në ekspedit në Apollonis 58, 59 dhe në vitin 1959 e kam parë për herë të parë vendin Bylysin, natyrisht siç ju thash nuk dukesh asgjë, dhe 78 është fillimi. Pra vitet në arkeologji besoj fillojnë që në barkun e nënës. Kam bashkë edhe me qumshtin e nënës. Profesor, atëherë kur keni ardhur për herë të parë, këto mureshin nuk dukeshin, ishin të mbuluar atë gjithë nga thellë. S'kishte asnjë gjë, domethënë kishte vetëm rënoja, ca gurë të cilët kishin marrë për të ndërtuar shtëpi, dhe ne kam ardhur bashkë me Lazar Papajanin për të ndaluar masakrën që kishte filluar në atë kohë për të marrë gurë për ndërtimin e shtëpive, dhe që në atë kohë bashkë me Lazar Papajanin na lindi mendimi që të fillonin kërmimet arkeologjike. Kur po vini më treguat që aty ka qenë Qavzeza? Gurzeza. Një ngulim i lirë i cili u shkatrua nga romakët dhe ku u gjetë thesari i monedhave të mbretit Monun. Një thesari i mbretit Monun dhe një thesar tjetër akoma i madh, po që ishte vetëm me monedha bronzi, i Monunit është me argjendi, është kryeqyteti, me siguri qyteti i Monunit, i mbretit lirë që është bashkohës i Piros, është rreth vitit 280 para erës sonë, dhe është më hershëm se Bylysi. Pra këtu kemi një dinamik, qytetet nuk krijuan në një kohë, siç ishte mendimi më pashëm që u krijuan si rezultat i ndikimit të Apollonis. Në fakt, qytetet më të hershme janë kështjellat vogla që kemi gërmuar në Margëllish dhe në Cakan. Pastaj qyteti i parë i shekullit 5 është Klosi, që është vetëm 1 kilometër. Nëse do vazhdonim rrugën, do ishim për 5 minuta me makinë, do ishim në Klos, kaq afër janë. I dyti si qytet është Gurzeza, që është një qytet rreth 20 hektar, nga grumullimi i pasurive, sepse kjo zonë kontrollonte gjithë trafikun që vinte nga Apollonia, dhe nëse do vazhdojmë në Grykat e Antigones, që duken në fund të Luginës, ne do ishim në Maqedoni, po të shkonim Majtas, drejt Pindit, ose drejt afërsisht Kakavisë sot, me një anin do dilnim në Molosi. Kontrolli i kësaj rruge bëri që të marrë një vendim i cili është fiksuar në një plak plumbi e gjetur në Dodon, ku bylinët pyesin Dodonën se
kujt Perëndia do ja kushtojnë investimin e afërt që do bënë. Edhe besoj që bëhet fjalë për themelimin e Bylisit. Datohet rreth vitit 360-350 para Krishtit. Gjithë këto që përmendat juve janë që të gjitha angulime ilire. Këto janë të gjitha angulime ilire pa përjashtim. Pa përjashtim, natyrisht në ndikimin e fortë që vjen nga Apollonia, por asgjë nuk është kopjuar. Për shembull, këtë mur nuk e gjen, këtë stil muri, këtë tip fortifikimi nuk e gjen, apo Apollonia është krejt tjetër, dhe nga materiali që përdor dhe nga mënyra, sepse ata përdorin bazament gurësh dhe ndërtojnë muret me qerpiç në fillim dhe pastaj me tulla, këtu ke një ndërtim krejtësisht prej gurësh. Ilirët ishin mjeshtët punimit gurit, po të shohin përdorimi, portat që do shohim kanë qenë gjithmonë mbuluara me qemere, që në Apolloni nuk përdoret, ose përdoret shumë pak. Theatri Bylisit është një model krejt i ndryshëm nga teatri Apollonis, merret nga Dodona, nga vinin mjeshtët dhe inxhinierët e asaj kohe, arkitektët e asaj kohe. Pra, këtu vektori nuk punon lindje perëndim, ose perëndim lindje nga Apollonia drejt prapa tokës, punon nga jugu drejt veriut, nga Epirotët drejt Ilirëve, siç janë dhe martesat midis tyre, siç janë dhe shkëmbimet dhe aleancat. Profesor, ka një ngulmim të madh nga ana greke për të quajtur Epirotët grek. Në fakt janë grek. Vetë nuk janë quajtur kur grekët antik, nuk po flasim për grekët e sotëm, sepse realiteti politik ka ndryshuar që nga shekulli 19, dhe helenët i konsiderojnë barbar, kufiri midis barbarëve edhe grekëve, helenëve të asaj kohe ishte pikërisht thesprotia, çamëria, do thonim, gjeografikisht e sotme, dhe në të gjitha rastet kultura e kohës së hekurit, kur formohet etnosi, ishte identike me të ilirëve, korespondon kryesisht me kulturën e fushës së Korçës, andaj vjen ndikimi kulturor edhe në thesproti dhe në molosi. Dhe gjatë antikitetit, lidhjet kryesore kulturore janë me Ilirin, nuk janë me Greqinë. Dhe mund të themi që nga gjitha pikpamjet, Epirotët nuk ishin helen. Asnjë helen i asaj kohe, asnjë autor nuk i konsideron helen, përkundër barbar, që do thotë flisni një gjuhë tjetër. Dhe në historiografinë e sotme ka një përpjekje për të mos u futur në debatet politike, për të përshkruar realitetin e asaj kohe, por unë si arkeolog mund të them që nga pikpamja etnike ishin më të afërt me Ilirët dhe s'kishin lidhje etnike me grekët. Profesor, kthehemi edhe një herë te fëmia juaj, te Vlysi. Sa kohë bët që ta zbulonit këtë? Ma hamendja vetëm gërmimet që keni bërë këtu mjaftonin për të bërë një digë. Po nuk, shiko, mënyra se si punon arkeologu nuk është e barabartë me ne nuk përdorim eskavator, digat mund të bëhen shumë shpejt. Shikoni që çdo gjë me një mistri, me një penel punon. Jo vetëm ajo, po një pjesë e mirë, ju tregoj fotot e asaj periudhe kur është gërmuar ky monument bashkë me Lazar Papajanin, gjysmat e bllokeve shikoni kanë qenë në tokë. Pra merita e Lazar Papajanit edhe pasusit ti që është Edmond Axhiraj është që siç i fiksuam ne në planimetri gjatë gërmimit, çdo gur ka gjetur vendin e tij origjinal. Pra janë kulla në pjesën më të madhe duket që është rindërtuar por në mënyrën më korrekte. Do të thënë këto mure kanë qenë edhe më të larta, duke parë që ka edhe gurë të tjera. Mungon shumë pak. Mund të themi që këtu jemi afër lartësisë origjinale. Mund të jemi rreth 2 metra më pak. Natyrisht që ishte një kull ku ishte instaluar një artileri e kohës, shërbente për gurhethësit. Prandaj është vendosur në pozicion, i vetmi pozicion nga mund të sulmojë qyteti ishte këtu. Dhe zakonisht ata sulmonin me gurhedhës, litobol që quhen, jo me barot si ishte shpikur, dhe kështu që edhe kulla ka formën rrethore në mënyrë që të rikoshetohen predhat tjetër që ishin prej gurit të rrumbullakuara, ndërkohë dhe bylinët i qellonin kundërshtarët e tyre me të njëjtat mjete. Këtu jemi vetëm te fillimi, neve do vazhdojmë më tutje.
është si qytet? Është 32 hektar, dhe vetëm muret janë 2 kilometra e 200 metra, do që ti biesh për qark qytetit do të paktën vetëm me këmbë ti biesh do gati 1 orë, qofse ti drejton vëmendjen, por ne jemi përqendruar tek agoraja që sheshi publik. Pra kemi filluar nga pjesa ku është teatri, ku është stadiumi, ku janë këto shëtitoret edhe ajo që ka qenë deri sot. Pozitive ka qenë që kemi pas gjithmonë një shoqërimtar arkeologjisë me restaurimin. Në fillim ka qenë si bashkëpunim i Akademisë Shkencave me Ministrinë e Kulturës, Institutin e Monumenteve. Sot Akademia ka marrë përsipër me që nuk kemi më një institut të mirëfillt që është institut operativ, është burokratik në veprimtarinë e tij. Këto të dy proceset i bën Akademia e Shkencave. Shiko se si i ka gjetur arkitekti, ne kemi gjetur deri këtu ka qenë rrëzuar. E gjithë kjo pjesë është e rivendosur. Ku ka gjetur gurin që vazhdo, kjo është vija e peshimit të gurit. Apo që merr vertikalitetin. Dhe ka gjetur, duke gjetur bllokun e parë, ka gjetur tjetrën dhe e ka vazhduar sepse këto përputhen në mënyrë të përsosur. Dhe e ka vazhduar rindërtimin, shiko. Një punë titanike, Titanike, imagjino të rish çdo gur ta kontrollosh. Çdo gur do t'i gjesh vendin e tij, por nga ana tjetër mahamendja vjen 200-300 kg secili. Patjetër, është 200-300 kg ka domethënë është jo 200-300, por është 2000 deri në 3000 kg. Domethënë është 2 ton një gur. Edhe është punuar gjithmonë atkohë me parango, jo me. Dhe fakti është që gurit i kemi gjetur të rrëzuar në këtë drejtim. Dhe çdo gur pak a shumë ka shkuar në drejtimin e caktuar. Duke gjetë vijën e parë, pastaj duke ngritur guret, ka një lloj, kërkon një lloj studimi paraprak. Ajo që shikojmë atë është hyrja e parë e qytetit. Po, aty është hyrja e qytetit. Këtu është hyrja e qytetit. Hyrja e parë, pastaj vjen hyrja e dytë. Janë 2 hyrje që shkojnë njëra pas tjetrës. Por tani jemi detyruar që t'i kalojmë mbi murin rrethusa, që s'kemi se futemi ndryshe. Po. Punë kolosale është bërë, Këtu po thuj, s'ka mbetur asnjë blok i pavën. Do të thonë këto që janë lënë sa për lezet. Ja lënë për të treguar që shiko këtu kalon te uji, e kupton që ka qenë sipër për të shkarkuar ujërat. Por hyrja mirëfillt është kjo. ka akoma gur në të, profesor, me sa shikoj. Këtu hyrja është Qandej, ne po hymë në qytet. Hyrja është Qandej. Hyrja është Qandej dhe është e kontrolluar nga muri. Ai të kontrollon nga muri sipër. Do të thonë kjo rruga është bërë tashti. Po. Dhe tani po hymë qytet dhe duhet imagjinosh që ne kemi mbuluar një pjesë të hyrjes nga kjo anë. Këtu kemi krahun tjetër të hyrjes. Dhe kur hyje këtu kontrollohesh nga, shiko ku është kulla tjetër bastioni. Po, karakoll tjetër. Dhe hyrja e dytë e qytetit është atje, domethënë ti hyje në një borë, njësoj si kur hyn Gjirokastër apo në Shkodër tani. Pra, nuk hyjet direkt në qytet, do hyje një obor tek i cili ke dy mure, dy rrethime. Ke dy rrethime. Në fillim ke dy rrethime dhe ke bastionin që e mbron, ke murin që akoma se kemi restauruar, që kohën kur duhet t'i restaurojmë këto kohë, dhe do hymë tek porta e Mirëfillt tani. E kjo është porta e Mirëfillt e qytetit, dhe kemi kaluar oborrin e fortifikuar. Natyrisht që këtu nuk kemi ndërhyrë akoma për një restaurim plot, është ndërprer puna.
Edhe shikojmë dhe fazat ndryshme, sepse kjo port ka shërbyer që nga rreth vitit 370-360 para erës tonë, kur u ndërtua qyteti, deri në shekullin e 4. Gati, domethënë për 1000 vjet ka vazhduar përdorur. Prandaj ka dhe fazat të ndryshme ndërtimi, po do kemi mundësi të shohim portën 5 që është pothuajse e ruajtur plotësisht. Kështu që vazhdojmë.